policia nuk mund të qëndrojnë në mal, natën dhe ditën. Edhe këto vete kanë thonë ekspertë e sigurisë. Me çfak, a mundet me lajt policia? Po jo be, vete kanë thonë. Ta marrë edhe një Po e ke thonë deklaratën bre që policia nuk është për me qëndru me vite, me jo, vetë kur ke qenë dritar. Dëgjam, varësisht çfarë mandati jetë në strukturat policisë. Dhe gjandarmeria si term, për ndryshe s'ka ndonjë dallim nga njësitë e elitet policisë Kosovës, absolutisht. O, vetëm se është një gjuhë elektorale, që është duke u përdorur nga eksponentët e vetë vendosur, nga Ministri i Brendshëm, për ndryshe, vetëm çka duhet është me ngrit kapacitetet edhe teknike, edhe njerëzore të njësive të reagimit shpejt, kufirit, dhe njësive speciale, dhe tjerë me gjandarmeri duket. O mirë dhe, unë nuk mendoj ashtu. Dhe tjetra, më fal. E kom patë një pikë që do të mirë me menaxhimin e protestave. Ku ka polici në Ballkan më të përgatitur se njësitë speciale të policisë Kosovës për menaxhimin e turmave? Po mirë dhe turmat, unë mendoj që policia duhet lirohet për këtyre gjonave. Jo, është detyrë primare e policisë. Turma. Është detyrë primare e policisë, mos e harrit. Ku do? Unë mendoj që më liru policinë. Që Rashet je din që ka shumë polici fakt shtetet demokratike që e kanë. Dhe i kanë të caktuara pikat të cilat kanë të drejtë të veprojnë. Në Francë, për shembull, ekziston gjandarmeria që mirët edhe karabinjerët me turmat. Po dhe karabinjerët e kanë edhe pjesa e karabinjerëve i kanë gjandarmeri. Ne kemi njësi speciale. Pse duhet tash të ndryshojmë? Ja, e kanë edhe ata njësi speciale, po e kanë edhe gjandarmeri. Jo, më fal. Rregullimin e kanë edhe, jo, unë e kam pa i kanë edhe njësi speciale.